Unë e shoh atë vajzë çdo ditë, ajo e di. E ndjem peshën që unë e mbaj, ajo më shikon me ata sy të mdhenj plot dritë, por edhe plot frikë. Edhe më thot, nëse të bëj dëm, unë largohem. Unë nuk dua që ti të humbësh familjen për mua. Sa e madhe është ajo, sa shpirt të pastër ka. Ajo është e gatshme të sakrifikoj dashurinë e saj që unë të mos humbas atë që po më shkatërrojnë nga brenda. Dhe sa më shumë që ajo tregohet e mirë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfime jete, për të ndarë letrën e radhës. Këtë herë do të ndaloj tek një histori shumë e dhimbshme, një histori dashurie që do kisha dashur ta dëgjoni të gjithë, të jepni mendimin tuaj të gjithë dhe ta komentoni në fakt këtë histori të ndaluar, këtë dashuri të ndaluar, dashuri të paragjykuar, le ta themi kështu, e paragjykuar nga vetë familjarët të cilët nuk e lejojnë djalin të merr vajzën që don, dhe arsyeja është, më besoni që është e tmerrshme. A e dini çfarë është me ta thyer shpirtin ata njerëz që të kanë dhënë jetën? A e dini çfarë do të thotë me u zgjuar çdo mëngjes në një shtëpi ku ajri peshon si plumb, ku frymëmarrja të zihet sepse dashuria jote konsiderohet për turp? Po ju a shkruaj këtë letër nga Kuksi, nga ky qyteti i dashurisë dhe i besës, por për mua sot nga një vend që po më kthehet në një burg pa hekura. Jam një djalë kuksian, i rritur me adet, me nder, me respekt për babën, për nanën e për traditën. Më kanë mësuar se fjala e dhënë është besë. Më kanë mësuar se familja është mbi gjithçka. Por askush nuk më tha se një ditë kjo shtëpi që më rriti do të më kërkonte të vrisja zemrën time për të ruajtur fytyrën e tyre para botës. Unë jam i dashuruar. Jam i dashuruar marrëzisht pas një vajze. Ajo është gjëja më e pastër, më e bukur dhe më e mirë që ka prekur ndonjëherë jetën time. Kur ajo buzë qesh, gjithë errësira e kësaj bote zhduket. Por për familjen time, ajo nuk ka emër, nuk ka shpirt, nuk ka vlera. Për ata, ajo është thjesht një rrome. 3 fjalë, aty përfundon gjithçka për to. Dhe kjo është dhimbja që po më çon mua në çmenduri. E kujtoj ditën kur vendosa t'ju tregoja, me thënë drejtën isha plot me shpresë. Mendja ime e lehtë mendonte se dashuria fiton mbi gjithçka. Thosha me veten, kur ta shohin sa e mirë është, kur ta shohin se sa shumë më dëgjon e më dëshiron lumturinë, do ta duan edhe ata, por do ta dua edhe unë. Nuk do ta haroj kur atë natë. Babai ishte ulur në krye të oxhakut, nënës i dridheshin duart ndërsa e shikonte çajin. Kur e thash emrin e saj edhe origjinën e saj, dhoma u ngrin. Heshtja që pasoi nuk ishte heshtje e zakonshme. Ishte si heshtja para se të shpërthej stuhia e madhe. Nëna lëshoi gotën nga dora, ajo gotë u thye në mijëra copa, saktësisht siç u thye shpirti im në ato sekonda. Babai u ngrit në këmbë,
nuk e kisha parë kur me atë shikim. Nuk kishte aty dashuri prindërore, kishte vetëm egërsi, turp edhe një zemërim që më dogji deri në palcë. Cila? Më bërtiti. Një rome do të ma sjellësh në shtëpi? A për këtë të ritëm? A për këtë të çuam kryet lartë në kukës? Që të na gishtojnë njerëzit të rrugëve? Më mirë të kishim mbuluar me dhe ditën që linde, se sa të na turpërosh kështu. A i dëgjoni këto fjalë? Më mirë të kishim mbuluar me dhe. Çfarë peshe kanë këto fjalë kur ti thot baba yt? Kur ti thot njeriu që të ka mësuar si të ecësh? Nëna u hodh në gjunjë, nuk më përqafoi mua, jo. Më kapte nga këmbët dhe më lutej me lot gjaku. O bir, paç shpirtin e nënës, mos na nxirr me faqet zez. Çka t'ju themi komshinëve, çfarë t'ju themi kushërinëve? A do të na mbysësh përse gjalli? Më tha se po i mbysja përse gjalli, për shkak të ngjyrës së lëkurës së vajzës që e dua unë? Për shkak të një gjakmarrje absurde me mentalitetin. Në ato momente kuptova diçka të tmerrshme. Për familjen time, opinioni i zonës, fjala e botës, tash e themet e kafeneve të Kuksit, vlen më shumë se jeta ime, lumturia ime nuk vlen asgjë para nderit të tyre imagjinar. Nëse unë marr atë vajzë, unë për ta jam i vdekur. Ma kanë thënë troç, nëse prek atë prak me të, mos guxo të na thuash më baba e nën, për ne ke vdekur. Dhe në varimin ton mos të shohim më këmbën. A e kuptoni çfarë zgjedhje më kam vënë përpara? Të vras vetveten duke braktisur me duart e mia gruan që dua më shumë se jetën. Apo ta marr mbi supe mallkimin e prindërve të jetoj si një i huaj me gjakun tim. Unë e shoh atë vajzë çdo ditë, ajo e di. E ndjem peshën që unë e mbaj, ajo më shikon me ata sy të mdhenj plot dritë, por edhe plot frikë. Edhe më thot, nëse të bëj dëm, unë largohem. Unë nuk dua që ti të humbësh familjen për mua. Sa e madhe është ajo, sa shpirt të pastërt ka. Ajo është e gatshme të sakrifikoj dashurinë e saj që unë të mos humbas atë që po më shkatërrojnë nga brenda. Dhe sa më shumë që ajo tregohet e mirë, aq më shumë më vjen turp nga familja ime. Më vjen turp nga ky mentaliteti mykur që ndan njerëzit sipas racës e sipas ngjyrës. Pse? Pse duhet të jetë ngjyra e lëkurës më e rëndësishme se ngjyra e shpirtit? Ajo vajzë nuk më ka kërkuar kur asgjë. Më ka dhënë vetëm respekt, dashuri të sinqertë dhe paqe. Ndërsa gjaku im, familja ime, më kërkon të sakrifikoj shpirtin tim vetëm që ata të ecin krye lart në rrugët e qytetit. Sot jam i thyer, jam një burr i bërë copë e copë, nuk flet dot më. Net e net ka që rrit e dritarja dhomës time, shikoj malin që ngrihet mbi kukës në këmbë dhe pyes veten, pse është ky mal më i zbutur se zemrat e njerëzve të mi? Unë nuk di se çfarë të bëj. Nëse e lë atë vajzë, unë nuk do të jem ky njeri, unë do të jem një kufo me gjallë. Do të martohem nesër me një tjetër thjesht për t'u bërë qefin prindërve, por do të shkatërroj jetën time dhe jetën e një vajze të pafajshme që do të ketë fatin e keq të jetë me mua. Çdo herë që do të prek atë tjetrën, do të mendoj për ëngjëllin tim rom. Çdo ditë do të jetë një gënjeshtër. Nëse iki me të, do të kem vulën e djalit që hodhi poshtë prindërit. Do të më mbetet peng çdo lot i nënës time. Dhe pse ai lot është i mbushur me egoizëm dhe me paragjykim. A ka dhimbje më të madhe se kjo? Ti je i detyruar të zgjedhësh mes dy thikave, e të dyja të godasin në të njëjtin vend, në zemër.